Debati mes Mirit dhe Gimbon shpërtheu papritur në shtëpi, duke krijuar një atmosferë shumë të tensionuar që tërhoqi menjëherë vëmendjen e të gjithë banorëve. Gjithçka nisi kur Miri vendosi të përballej drejt për drejt me Gimbon për marrëdhënien e tij me Selinën, duke e akuzuar hapur se po e përdor atë vetëm për lojë dhe për interes personal. Me tone të ashpra dhe shumë i acaruar, Miri i drejtohet Gimbon duke i thënë se ai nuk ka ndjenja të vërteta për Selinën dhe se gjithçka që po bën është thjesht strategji për të qëndruar më gjatë në lojë. Ai shprehet se sipas tij, sjellja e Gimbon është e rreme dhe e kalkuluar, duke shtuar se ai vetëm po përfiton nga situata dhe nga afrimiteti me Selinën për të marrë vëmendje. Miri vazhdon më tej duke theksuar se Gimbon nuk e do Selinën dhe se nuk do ta dojë kurrë atë. Ai thot se ndjenjat nuk mund të shtiren për shumë kohë dhe se sipas tij, e vërteta do të dalë shumë shpejt në pa. Ai e akuzon se po luan me emocionet e saj dhe se kjo është një sjellje e papranueshme. Gimbo, i habitur nga këto akuzë,